pyesja. Kryeministri Edi Rama ja dedikoi episodit më të fundit të podcastit të tij grave shqiptare të suksesshme në fusha të ndryshme, mes tyre edhe Natasha Shuteriqi Poroçani, shkrimtare, studiuese dhe mbesa e publicistit të njohur Dimitër Shuteriqi. Gjatë bisedës, një vend të konsiderueshëm zuri gjuha shqipe dhe rëndësia e saj si shtyllë e identitetit kombëtar. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se po përgatit një libër me fjalët e sofrës së iftarit, një projekt, siç tha ai, për kënaqësinë e gjuhës shqipe. Po përgatis tani një libër me fjalët e sofrës së iftarit edhe thjesht për kënaqësinë e shqipes, jo për ndonjë arsye tjetër. Kryeministri cilësoi tragjike mënyrën se si po sakatohet dhe varfërohet gjuha shqipe. Tragjike për mua është mënyra se si po sakatohet, po varfërohet, po përshëndohet shqipja. Shfutur virusi deformues i komunikimit shpejt nëpër telefona, shkurtime. Nga ana e saj, Natasha Shuteriqi Poroçani theksoi se gjuha shqipe duhet të rikthehet si lëndë edhe në arsimin e lartë, duke konsideruar domosdoshmëri për ruajtjen e standardit dhe identitetit gjuhësor. Ka ardhur koha për një reformim kurrikular në arsimin e mesëm të lartë, sidomos në lëndët e gjuhës dhe letërsisë, në mënyrë që të arrijmë të vrasim sadopak analfabetizmin. Ne rikthyer gjuhën. Në shkollën e mesme, se kishin hequr fare. Tani unë kërkoj një rikthim tjetër. Unë kam luftuar atëherë dhe i thosha gjuha shqipe duhet të rri deri në universitet dhe duhet të rri deri në fund. Në vijim, kryeministri shtoi se askush që nuk e flet mirë gjuhën shqipe nuk duhet të marrë diplomë, duke nënvizuar edhe një herë nevojën për forcimin e standardit gjuhësor në sistemin arsimor shqiptar.